kush punon gjithmonë fiton edhe ka mire ma mire përgjithësi që të nuk jena keq. Allah për ta kush flet kundër atij nuk është, për mendimin tam nuk është në rregull. Do të me qute mjeku me kontrollojë mjek të shtirë me gjithë, jo veç kadrim. E rrugëve të fshatit Groboniq po takohemi edhe me një agj. Agj, përshëndetje. Mirdita. Qysh po kalon? Faleminderit. Jo. Do me thënë ju jeni banori i Groboniqit. Qytet lagja thirrët Graderc. Ana për të përgjithësi jena Groboniq. Agj, am tregon qysh është një ditë jetese këtu në fshatin e ju? Pa e vallahi mirë, nuk u keq, po mundet edhe ma mirë, po nuk jena për mu kojt. Po që këta të rritë që për na dolin, po shkujnë që aja mungesa, shumë për na mungojnë. Ditë e për ditë, të dole të shku. Po zbrazët fshatja? Po, vallahi shumë për kushte se je, por që, po në të na unë. Që kje mas unë të i për na brengusë. E tjerat, bonë ma mirë është me konshnesh. Agja, po më tregon, a ka ndonjë karakteristik Groboniqi në dallim prej fshatrave të tjera? Vallahi, nësë për muna me vrejta. Kush punon gjithmonë fiton edhe ka mire ma mire përgjithësi që të nuk jena keq. Me rrugë, me shkolla, me ballontat, nuk i është keq. Po mundet ma mirë, po njëherë për njëherë, po shkon të ndërreq. Agj, në opinionin publik të gjithë Groboniqin e njohin si vendlindjen e Kadri Veselit, ish kryetarit të PDK-s. Çfarë mendimi keni për të? Allah për ta kush flet kundër atij nuk është, për mendimin tam nuk është në rregull. Do të me qute mjeku me kontrollojë mjek të shtirë me gjithë, jo veç kadrim. Po krejt familja tina, babgjyshi, boba, krejt tonë jenë përgjithësi. Me tanë na s'kam vrejtje, po forca e bunit vete, na i morën, i qunë, po qyshin shku kanë me dalë fintimtare dhe sa më shpejt i sholla vinë vend vete në të familje. Agj, u takua më herët me një agj i cili na foli fjalë shumë të mira për zotrin Veseli, tha që ka investuar shumë në Groboniq, që ka ndihmuar shumë njerëzve. A është e vërtet, sa që ndronë do me thënë kjo? Ai nuk di kush është, pa e pas ka full shumë të vërtetën qashtë është. S'ka vrejtën, thash, babgjyshin ja kum gjët, babën e ti, vllaznin, familjen, ata s'kan vrejtje veç, forca e bandë vejtën, apet po thëmë, s'për na vejtë, a jenë rrugë, a i për gjunë në rrugë. A i ka një mu fshatit, poplit, ka kontribu për këtë vend, për këtë kam, e sholla. Por ju gjithsesi presni që drejtësia të triumfojë? Vallaj, sa më shpejt sonte, sholla vjen në Kosovën e lirë, në familje mas ngati që dohet, familje si dohet, dhe gjithë kom betë shqiptarë. Do me thënë, a besoni që... Edhe jo veç aj, po ata tonë që ka jenë atje, jenë tonë të i mojtë veç i për munën. Vetëm se janë shqiptarë? Vallaj veç. Ata që kanë bomë, për din krejtë bëta dhe për thetja ju mire keni. Ata që jenë kom për vend vetin, kanë kontribu, kanë punu, ja kanë bo qështë. Po, shumë shpejt mona i me që kanë mukfi. Periot i poru konë që ti fshatit që të Groboniq. Qaj, se Osman Avdiv. Osman Avdiv thirë ataj. Do me thënë, zotri Osman jeton këtu, apo jeton jashtë? Jo, janë në Gjermani, tashtë. Krejt me familje, me krejt këty kodë, motra e vllazni, po familjen e vetë më është e ka në Gjermani. Do me thënë, ajo është një nga pilotët e parë... Pej Groboniq. Prej Groboniq. Po, Allah, qaj është i logjës të në që të shpijat i kanë, ishit koni atje manalt. Qësë i logjës që aty, ajo konë në atë këbë, ka gjama të i para lutë, konë me të nëzonë se i mirë, konë edhe qysh konë shkaj, po këhe e bonit vetën edhe sëd është jashtë. Aqë falenderoj shumë për kohën dhe shpresoj që të keni një jetë sa më të bukur këtu në fshatin tuaj, sepse po vreje që me shumë mund, jo ja keni dalë të jetoni në përfshatra që me thënë të drejtën në shumicën e rasteve ato po bë shatisën me të madhe. Inshallah, sa ma spor e ma
shpejt kthehen gjithku në vend vetën, e kontribuojmë për vendin tonë, se s'kem ku me shku që vend e kem, që tokë, që dhe kanë adhon jetën, kanë kësa gjinja ka shumë që s'din ku janë, ka janë, për që vend, për që tokë. Inshallah ata Zoti ka çuar vend të hajrit e familjes, ju jep Zoti gajret, s'kem qa me bo jeta ka qështë.